Një socialist me profesion minator në Bulqiz ka djegur teserën e Partisë Socialiste gjatë një takimi të kandidatëve të Partisë Demokratike për zgjedhjet parlamentare të 11 majit me minatorët e Matit dhe Bulqizës. Video është përndarë në rrjetet sociale nga kandidati Basir Çollaku, teksa gjatë momentit kur minatori djeg teserën, dëgjohen thirrje Rama ik apo Rama legen. Në fund minatori ka patur edhe një thirrje për Edi Ramën ku shprehet: po të jetë burr, le të vi në Bulqiz, ta thot atë që tha në Dibër, duke ju referuar termit çyryk që kryeministri përdori për burrat. Minatori djeg teserën e rilindjes, djeg vuajtjen e tij, djeg arrestën ndaj tij e bashkëvuajtësve në takim me minator të Bulqizës së Matit, shkruan Basir Çollaku. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.